kur portalet kthehen në kazane plehrash. Në Shqipëri është bërë mod që çdo portal, çdo ekran i lodhur televizioni të hedhë në treg sensacione boshe, thashetheme të servirura si lajme dhe publiku i bombarduar nga këto ta marrë seriozisht. Ja ku kemi rastin më të fundit, një model del në një emision dhe rrëfen se i kanë ardhur oferta nga deputet, opinionist, prezantues e deri në 100.000 euro për një natë. E gjithë kjo, pa asnjë provë, pa emër, pa mbiemër, pa asnjë fakt konkret. Kjo nuk është gazetari. Kjo është ple. Kjo është llumë që mediat shqiptare e servirin me krenari, thua se kanë zbuluar ndonjë aferë të madhe, ndërkohë që nuk kanë asgjë në duar. Për më tepër është një formë poshtërimi të publikut, sepse e ushqejnë popullin me broçkulla, me trillime, me fabula që nuk kanë asnjë vlerë. Sot është një model që thot, më ofroi një deputet 100.000 euro. Nesër del dikush tjetër që thot, më ofroi papa 1 milion euro, por nuk pranova. Pas nesër, një tjetër që shpik ndonjë histori me ndonjë astronaut. Sepse, për sa kohë mediat nuk kanë dinjitet, këto rrëfenja do të trajtohen si lajme. E vërteta është kjo, këto portale nuk kanë asnjë interes të merren me korrupsionin, me tenderët, me drejtësinë e kalbur, me padrejtësitë që e mbytin këtë vend. Ato merren me thashetheme, sepse thashethemi sjell klikime. Dhe klikimi sjell para. Dhe kështu i kemi mediat që veprojnë si kazan plehrash, mbledhin mbeturinat e rrjeteve sociale dhe i shesin si lajm. Por le të themi gjërat troç. Lajmi pa emër e mbiemër është thashethem. Rrëfimi pa prova është përrall. Një media që boton përralla nuk është media, por një bordello klikimesh. Dhe është thyese për qytetarin e thjesht që vuan për bukën e gojës që përballet me varfëri e padrejtësi, të shoh ekranet e mbushura me këto histori bajate që nuk i shërbejnë askujt, përveç atyre që numërojnë klikimet e reklamave. Në vend që të na servirni broçkulla për 100.000 euro për një natë, dilni e na tregoni kush po grabit miliarda nga tenderat publik. Kush po shkel mbi ligjin. Kush po përdonon drejtësinë e këtij vendi. Sepse lajmi i vërtet është aty. Por për ta shkruar atë duhen gazetar, jo portier të plehrave.